Zejnul Abidini është djali i Husejnit, nipit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra është djali i Husejnit, i cili ka qenë djali i Aliut dhe Fatimes. Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Është prej atyre që e kanë shoqëruar baban e tij në rrugtimin për në Irak, ku i është vrarë babai dhe shumica absolute e familjes. Por që ky Allahu ka dashur, ka shpëtuar nga se ka qenë i sëmur. Ka transmetuar hadithe, ndonë se jo shumë, por ka transmetuar hadithe prej disa prej emrave më të njohur. Ka transmetuar hadithe nga Aisha radiallahu anha, nga Safia, Allah qoftë i kënaqur me të, nga Abu Hurajre, nga Abdullah ibn Abbasi dhe nga shumë të tjerë. Është vlerësuar jo vetëm për dijen, por edhe për vlerat dhe fetarin e tij. Imam Zuhriu, Allah më shiroft, ka thënë: kam qëndruar shumë me Aliun dhe nuk kam parë njeri të ngjashëm me të, megjithëse që nuk transmeton të hadithe shumë. Pra nuk kam parë dikë që ka qenë i nivelit të tij në dije, edhe pse shumë nuk ka transmetuar hadithe. Po kështu ka thënë, nuk kam takuar askënd gjallë nga familja, nga fisi Kureshit, e që ka qenë më i mirë se sa Ali bin Husejni, pra se sa Zejnul Abidini. Ka qenë i dalluar edhe për tiparet e tij njerëzore. Ka qenë modest, ka qenë mëshirshëm. Është përmendur se rrugtimin që bënte nga Mekka në Medinë me kafshën e tij është një rrugtim më i gjatë se 400 kilometra, e bënte duke mos e goditur as edhe një herë të vetë me kafshën e tij. Pra jo vetëm me njerëzit, por ishte i mëshirshëm edhe me kafshët, edhe me krijesa tjera, nga se kështu duhet të jetë besimtari. Po kështu ishte modest. Ai në rastet caktuara qëndronte me një besimtar të quajtur me emrin Eslem. Eslem ishte sklav, por kishte dije. Dhe dikush i tha se ti rrjedh nga një familje të jetë e madhe, ndërsa Eslemi është sklav, pra nuk ka pozitë shoqërore. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, i thanë: unë rri me ata njerëz që më bëjnë dobi në fenë time. Pra ishte modest, edhe pse kishte vlerën që kishte, nuk shfaqte krenitësi, arrogancë, mendjemadhësi, përkundrazi, ai rrinte me ata që konsideronte se e forcojnë në rrugën e Allahut te bareke ve teala, e forcojnë në fen e Allahut te bareke ve teala.